ka pasur raste që Izraeli kontrollon persona në Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç është Trumpi, pra, president, por jo politikën amerikane në tërësi, pra është politika amerikane që drejton politikën izraelite për nevojat politikës amerikane. Dhe këtë normalisht e bëjnë nëpërmjet kësaj dosjeve Epstein, nëpërmjet gjitha gjërave që ata kanë, gjëra okulte të tjera që kanë organizuar, por edhe MAGA në vetvete është pjesë e atij deep state-it amerikan. Edhe Pididi, edhe dosja Pididi. Dakor, po MAGA në vetvete, po ta shohësh, është pjesë e deep state-it amerikan që në kohën e Barack Obamas. MAGA dhe Barack Obama kishin po të thojse të njëjtën gjë, pra Make America Great Again, kurse Barack Obama erdhi me sloganin Yes we can. Pra është e njëjta ide, e njëjta metodologji. Pra yes we can, pra Amerika sërish bëhet e madhe, yes we can, Make America Great Again. Është e njëjta gjë. Pra nuk ka ndryshim në këtë. Nuk ka ndryshim konceptual. Pa ti ke ndryshim në fjali, po konceptuali është e njëjta gjë. Pra koncepti është e njëjta, atë që bëri deep state edhe këtu. Pra nuk kemi ndryshim. Dhe kanë mbetur e njëjta gjë. Ka ndryshime në perceptimin e bërjes së gjërave. Po baza është ajo. Amerika sërish të drejtohet të mbajë hegemoninë botërore. Pra kjo është qëllimi i deep state-it. Si për MAGA-n, si për kur e kishte Barack Obama, Bill Clinton ose dikush tjetër. Ose Biden, ose diçka tjetër. Ti mendon që Trumpi është në kontroll total dhe me dëshirën e tij jo, është jashtë dëshirës së tij, për shkak të këtyre dosjeve Epstein dhe dosje tjetër. Në kundërshtim me Obamën që ishte një njeri sjell nga deep state-i dhe që punonte si edhe Obama është njëri i dosjeve Epstein. Jo, dakor, po Obama ka ardhur si njëri i deep state-it për të realizuar absolutisht njëri i deep state-it. Kurse Trumpi është jashtë përpiqet të lodhë shat. Është e pamundur, pra përpiqet, po e ka të pamundur.